Ministrja e Kulturës dhe Turizmit Saranda Bogojevci së bashku me zëvendës ministrën Nora Arapi kanë vizituar objektin e trashëgimisë kulturore ish kazerma e qytetit në Prizren, ku po zhvillohen punime restauruese që tashmë kanë hyrë në fazën përmbyllëse. Gjatë vizitës ato pan nga afër ecurinë e punimeve dhe në këtë aset me rëndësi historik, i cili po rikthehet gradualisht në funksion të kujtesës institucionale dhe trashëgimisë kulturore. Projekti parashesh shëndrimin e objektit në hapësirë funksionale për arkivin ndërkomunal të Prizrenit. Ministrja Bogojevci theksoi rëndësinë e ruajtjes dhe ripërdorimin e objekteve historike. Ky investim mbi 500.000 euro po e transferon një aset të rëndësishëm të qytetit në hapësirë funksionale për arkivin ndërkomunal të Prizrenit. Ruajtja dhe ripërdorimi i objekteve me vlerë historike është mënyra më e mirë për t'i rikthyer ato në shërbim të komunitetit dhe brezave që vijnë, ka deklaruar ajo. Punimet restauruese janë pjesë e angazhimeve institucionale për mbrojtje dhe funksionalizimin e objekteve të trashëgimisë kulturore në Prizren. Rizam Holding, fabrika e re e bllokave Izoblok, Krush e vogël. Me Izoblok ndërto dhe për pompa mos harxho. Ndërto me Izoblok të ri, 25-she.